si t'ja shpaguaj Zotit të gjitha të mirat që më ka dhënë. I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jesu Krisht. Ai na ka bekuar përmes Krishtit, duke na dhënë çdo bekim shpirtëror e qiellor. Fortlumturia juaj kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, zoti Joan, vëllezër të shenjtë kryepriftërinj, antar të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, vëllezër të dashur kryepriftërinj, priftërinj dhe diakon, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, pushtetit qendrore lokal, antar të parlamentit, ambasador dhe përfaqësues të institucioneve, të nderuar miq e të ftuar, vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot ndodhem përpara Perëndisë dhe përpara jush me një ndjenjë të papërshkrueshme falënderimi dhe mirënjohje. Çdo fronozim nuk është kurrë një akt i thjesht njerëzor. Ai është ngjarje e Kishës, një gur i ri i vendosur në tempullin e gjallë të trupit të Krishtit. Shën Joan Gojarti na ndërgjegjëson për peshën e madhe të shërbimit ton, kur kujton se mbi supet e episkopit rëndon bara e shpirtrave, përgjegjësi e shenjtë që e lidh ngushtësisht me kryqëzimin e dashurisë baritore, ndërsa Shën Vasili i Madh pohon se peshkopi është goja e Krishtit kur mëson dhe dora e Krishtit kur shërben, duke i dhënë formë të dukshme fjalës dhe dashurisë hyjnore. Në dritën e këtyre mësimeve, peshkopi është thirrur të mbajë ndezur pishtarin e besimit, të mësoj të eturit për të vërtetën, të ngushëlloj të lënduarit dhe të udhëheq me frymë shërbese, duke u bërë shenjë gjallë e pranisë së Krishtit në mes të besimtarëve. Ai nuk është udhëheqës sipas logjikës së botës, por bari që jep jetën për delet e tij. Kjo është masa që do të udhëheqë çdo hap timin, të mos kërkoj lavdinë e kësaj bote, por lavdinë e Krishtit, të mos kërkoj të më shërbej, por të shërbej, të mos qëndroj mbi të tjerët, por në mes të tyre, si njëri prej tyre. Për të gjitha këto në këtë moment zemra ime mbushet me përullësi, sepse e di se ky vend që po më besohet sot nuk është i imi, por i Zotit dhe i popullit të tij. Lavdëroj Trininë e Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që në çdo kohë i ka dhënë jetësime, drejtim dhe kuptim. Nuk është e mundur për asnjë njeri të mbaj barën e episkopit pa hirin e Perëndisë. Pa të njeriu është i dobët, me të dobësia shndërrohet në forcë, frika në guxim, kufizimi në mundësi, sepse hiri im në dobësi plotësohet, i thot Zoti Pavlit, dhe fjala e tij, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë, është për mua jo thjesht një varg i shenjtë, por përvoja e gjallë e kësaj ore. Me emocion të thellë, shpreh mirënjohjen time ndaj fortlumturisë së tij kryepiskopit Joan, të cilin Perëndia e zgjodhi për të qenë vazhduesi i veprës së paraardhësit të tij të ndjerë, ringritësi të madh të Kishës së Shqipërisë, kryepiskopit të paharuar Anastas. Ai, themeluesi i një epoke të re për Kishën tonë, e ngriti atë nga hiri i shkatërimit të ateizmit, me vizion, me vetmohim, me dashuri dhe me zell të pakufishëm, ndërtoi kishat, hapi shkolla, frymëzoi breza klerikësh dhe besimtarësh, krijoi shpresë dhe mbi të gjitha vendosi themelet e ringritjes kanonike të Kishës sonë, duke e çuar drejt krijimit të sinodit të shenjtë, si shprehje e plotësisë së autoqefalisë së saj. Të gjithë ne jemi dëshmitar të sa më sipër përmenda. Ju nga të parët fortlumturi, dhe unë më i fundit ndër vëllezërit, i fundit deri në fund, dhe Perëndia më dënjësoi të përjetoj të fundit momente të jetës së tij tokësore. Ajo përvojë dhe këshillat e tij të vyera do të mbeten të pashlyera në shpirtin tim. Sot fortlumturi, ju e vijoni këtë vepër me vizion, me dashuri dhe me sakrificë për Kishën. Ju siguroj se do të jem bashkëpunëtor dhe kirineas në këtë vepër, duke mbajtur sa të mundem kryqin e Kishës sonë. Dhe besoj se jo vetëm unë, por edhe të gjithë vëllezërit peshkop të pranishëm këtu,
që së bashku përbëjmë sinodin e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të cilët me respekt për ulësi dhe dashuri gjithashtu i falenderoj për besimin e shprehur ndaj meje dhe propozimit tuaj nëpërmjet votës së tyre të çmuar. Kemi të njëjtin qëllim, të bashkëpunojmë, të bashkëveprojmë dhe të mbajmë së bashku kryqin e Krishtit, që Kisha jonë të ndriçojë gjithmonë si dritë e së vërtetës dhe e shpresës. E vijoni veprën e paraardhësit tuaj, pasi shkëlqyhet në drejtimin për më shumë se 27 vjet të kësaj mitropolie të shenjtë. U përkushtua, u sakrifikuat dhe u bët ati dashur për besimtarët klerik e laik, dhe u bët mik dhe një person i dashur edhe për të gjithë popullin. E dorëzoni këtë mitropoli sot, të lartësuar, të stolisur, të bashkuar, një grigje, një bari. Kjo është arritja më e madhe, që të jenë një, si kundër ne jemi një. Mitropolia e shenjtë e Korçës ka një vend të nderuar në historinë e Kishës sonë. Korça është e quajtur shpesh qyteti i dritës dhe kulturës. Këtu u hapën shkolla, këtu u formuan breza të tërë intelektualësh, këtu u lidh kultura me besimin dhe arsimin me shpirtin. Kishat e saj, manastiret e saj, ikonat dhe këngët e saj flasin edhe sot për një trashëgimi të pasur shpirtërore. Ky vend dha martirë si Shën Jakovi dhe Shën Nikodimi, që i dhanë kurajo dhe shembull popullit gjatë periudhës së pushtimit osman. Dha njerëz të thjeshtë që e mbajtën gjallë besën, dha burra dhe gra që nuk ju nënshtruan errësirës së ateizmit. Dhe kjo është lavdia e tij më e madhe. Jo ndërtesat e mëdha, jo emrat e famshëm, por shpirtrat e heshtur që ruajtën zjarrin e besës kur të gjitha dritat e tjera pushuan. Unë ndjej se hyj sot në një trashëgimi të shenjtë. Vi nga Vlora e Shën Eleftherit, Shën Anfis, Shën Danaksit, Shën Ilit dhe Shën Omilit, ku Perëndia më dënjësoi të jetoj me njerëz të virtytit dhe lutjes, sakrificës dhe altruizmit, për të cilët unë nuk isha i denjë, por tani jam shumë i njohës. Kozmai i Apollonis, ura lipse e këtyre dy qyteteve gjatë kohës së përndjekjes komuniste, dhe Ignati i Beratit. E rrugës për këtu, rrugë të cilën e përshkrova pa e ditur për ku Perëndia më kishte nisur, jetova me dy kryepiskopët e Kishës sonë, të madhin Anastasin e Shqipërisë dhe të urtin im Zot Joanin. Pra mos më frisni si të huaj, por si të njohur në Krishtin dhe në këta etër të shenjtë që përmenda. Nuk jam këtu për të filluar nga e para, por për të vazhduar një histori që ka rënjë të thella. Jam këtu për të shkruar një kapitull të ri në librin e gjatë të besimit dhe të dashurisë, që kjo mitropoli ka shkruar në shekuj. Sot sfidat janë të tjera. Nuk kemi përndjekje të hapura, por forma të fshehta të tyre. Shpërthillje, relativizëm, materializëm. Njeriu shpesh është i humbur me shumë zërash dhe me shumë tundimesh. Të rinj të shpesh nuk gjejnë kuptim në jetën e përditshme. Këtu hyn misioni i Kishës, të jetë dritë dhe të jetë rrugë. Detyra jonë nuk është të dënojmë, por të ndriçojmë, jo të përjashtojmë, por të përqafojmë, jo të gjykojmë, por të udhëheqim. Kisha duhet të jetë si një spital shpirtëror ku të gjithë gjejnë shërim, si një shtëpi ku të gjithë të gjejnë ngrohtësi dhe si një shkollë ku të gjithë të mësojnë të vërtetën. Popull besëmir dhe i dashur i mitropolisë së Korçës, ju siguroj se nuk vi mes jush si i huaj, por si vëlla. Dëshira ime është që bashkë të njihemi më thellë. Kjo njohje nuk është një kuriozitet njerëzor, ajo është një thirrje shpirtërore që kthehet në marrëdhënie, marrëdhënie që kthehet në bashkëtesë dhe bashkëtesa në përjetim të Krishtit. Pa Krishtin çdo marrëdhënie është e brisht, çdo bashkim është i përkohshëm, çdo vllazëri është e pamjaftueshme. Me Krishtin edhe i panjohur i bëhet vëlla, edhe i largët i bëhet i afërt, edhe i huaj i bëhet pjesë e trupit të njëjtë. Apostull Pavli, Shën Joan Gojarti thotë se Kisha është bashkësi, dashurie dhe shpëtimi.
ku askush nuk jeton për veten, por për tjetrin, sepse të gjithë jetojmë për Krishtin. Kjo do të thotë se unë si bari i ri mes jush, nuk mund t'ju njoh vërtet, nëse nuk ju shoh të bashkuar me Krishtin, dhe ju nuk mund të më njihni mua për te emrit dhe figurës, nëse nuk e shihni në mua shërbesën e Krishtit. Pra njohja jonë duhet të ndodhë jo në nivel njerëzor, por në përvojën e përbashkët të fjalës dhe të mistereve të shenjta, aty në kungimin e shenjtë, aty ku Krishti bëhet buka e jetës sonë, ne njohim njëri tjetrin jo si individ të ndarë, po si antar të një trupi të vetëm, të një familjeje të shenjtë. Etër të dashur, bashkëpunëtorët e mi më të afërt në vreshtin e Zotit, ju jeni zëri i përditshëm i kishës, prania juaj e gjallë në çdo lagje, në çdo fshat e në çdo shtëpi. Përmes jush fjala e Ungjillit predikohet, misteret kryhen dhe populli i Perëndis ushqehet me hirin e shenjtë. Ju jeni duart me të cilat Krishti bekon, buzëqeshja me të cilën kisha ngushëllon dhe zemra me të cilën bariu i mirë i mbledh delet e tij. Pa ju çdo fjalë imja do të ishte pa jehon, çdo përpjekje pa frut. Ju jam mirënjohës për gjithçka keni bërë deri më sot, shpesh në kushte të vështira dhe me sakrifica të heshtura. Unë ju premtoj se do të jem gjithmonë pranë jush me dashuri, me respekt dhe me lutje, sepse peshkopi mbi të gjitha është vëlla dhe shërbëtor mes shërbëtorëve. Nuk jemi thjesht bashkëpunëtor, por bashkëvëllezër në Krishtin, të lidhur nga një përgjegjësi e madhe dhe nga një dashuri që buron nga e njëjta frymë e shenjtë. Katekist të dashur të mitropolisë sonë, mësues të fjalës së jetës dhe shpërndarës të mesazhit të Ungjillit, ju jeni ura midis kishës dhe brezave të rinj, zëri që depërton ndërgjegjen e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve. Përmes jush Ungjilli hyn në çdo shtëpi dhe në çdo zemër, duke ndriçuar mendjet dhe duke formuar jetë të reja në Krishtin. Një shprehje e njohur thotë se të mësosh është një art më i madh se sa të sundosh. Dhe ai që mëson Ungjillin vendos themele për përjetësinë. Ky është misioni juaj i shenjtë. Shpreh mirënjohjen time për të gjithë ata që me përkushtim dhe dashuri mbajnë gjallë jetën e kishës në këtë mitropoli, antarët e këshillave kishtar dhe epitropët, që kujdesen për çdo nevojë të shenjtërore, ata që vullnetarisht japin kontributin e tyre, që me gëzim e zell i japin jetë çdo veprimtari e kishtare, gratë e përkushtuara që shërbejnë në mencën tonë dhe jo vetëm, duke bërë të pranishëm Krishtin tek më të vegjëlit e tij, sepse atë që ja bët njërit prej këtyre më të vegjëlve, mua ma keni bërë, thot Zoti. Ju të gjithë, me punën tuaj të përditshme, të heshtur e të palodhur, jeni dora dhe zemra e kishës sonë, jeni dëshmia e gjallë, se besimi nuk është vetëm fjalë, por shndërrohet në dashuri konkrete, në shërbim të vëllezërve dhe motrave. Të dashur bashkëpunëtor me Krishtin, detyra jone përbashkët është ungjillëzimi i popullit të Perëndis. Ky është qëllimi i shërbesës sonë, përhapja e lajmit të mirë, e lajmit të vetëm që jep kuptim dhe shpresë të vërtetë. Jesu Krishti i kryqëzuar dhe i ngjallur, nuk ka tjetër shpresë për njeriu përveç Krishtit. Nuk ka tjetër dritë që ndriçon botën përveç ungjillit të tij. Siç thot apostulli i kombëve, ne predikojmë me Krishtin të kryqëzuar, fuqinë e Perëndis dhe urtësinë e Perëndis. Ky është tesari që na është besuar dhe që duhet të shpërndahet, jo të ruhet i fshehur, sepse ungjilli nuk është një e vërtetë e mbyllur nëpër libra, por një jetë që kërkon të ndahet. Dhe Shën Johan Gojarti na kujton se nëse jeta jonë nuk është e denjë për mësimin tonë, atëherë fjalët tona bien në tokë të thatë. Prandaj të gjithë ne jemi thirrur të bëhemi jo thjesht përçues të një mesazhi, por dëshmitar të gjallë të tij. E lut Zotin që misioni dhe puna jone përbashkët të jetë si fara e vogël, që duke rënë në tokë të mirë jep frymë të bollshëm, 30, 60 dhe 100 fish, dhe kjo frymë të mos shuhet kurrë, por të rritet për herë, dhe Korça jone bekuar të jetë një qytet i ndriçuar nga drita e ungjillit, një qytet i dashurisë,
i shpresës dhe i bashkimit në Krishtin. Në këtë moment të shenjtë, dua të drejtohem posaçërisht juve, të rinjve, të cilët jeni shpresa dhe gëzimi i kishës. Nuk jeni thjesht e ardhmja e saj, po jeni dhe e tashmja e saj e gjallë. Pa ju kisha nuk mund të jetë e plot, sepse ju sillni freskinë, guximin dhe ëndrat që e bëjnë kishën të rinovohet vazhdimisht në frymën e shenjtë. Ju ftoj të mos e shihni kishën si një institucion të largët, të ftohtë apo të huaj, por si shtëpinë tuaj. Është vendi ku gjeni miqësi të pastër, ku gjeni kuptim, ku ndjeni se jeni të pranuar dhe të dashur. Kisha është trupi i gjallë i Krishtit dhe secili prej jush ka një vend unik në të, një dhuratë, një thirrje të veçantë që askush tjetër nuk mund ta zëvendësojë. Shpesh të rinjt kërkojnë identitet në gjëra që shuhen shpejt, në modë që ndryshon, në teknologji që vjetërohet dhe në kënaqësi të çashtit që lën zbrazti. Por identiteti i vërtet gjendet te Krishti, sepse vetëm ai është dje, sot e përgjithmonë i njëjti. Ai ju njeh me emër, ai ju do pa kushte, ai ju thërret të jeni drita e botës dhe kripa e tokës. Mos e gjykoni kishën për çdo dobësi njerëzore apo gabim të dikujt që është pjesë e saj, sepse kisha nuk është bashkësia të përsosurve, por bashkësia atyre që ecin drejt përsosjes në Krishtin. Ajo është spitali shpirtëror, ku çdo plagë shërohet dhe askush nuk hyj në të pa ndjerë nevojën për mëshirën dhe hirin e Perëndis. Siç thot Apostull Pavli, ne i mbajmë këto thesare brenda vetes son si në enë balte, që të duket qartë se kjo fuqi madhështore vjen prej Perëndis e jo prej nesh. Edhe unë si bari mes jush dua të eci me ju, të ndaj ëndrat dhe shqetësimet tuaja, të dëgjoj zërin tuaj dhe të mbështes përpjekjet tuaja. Kisha është shtëpia juaj, vendi ku të gjithë mund të rritemi në dashuri, në besim dhe në shpresë, dhe të ndërtojmë së bashku një komunitet që ka Krishtin në qendër, sepse vetëm në të gjejmë kuptimin e jetës dhe lumturinë e vërtetë. Dua të nderoj sot me respekt autoritetet e vendit dhe çdo shërbyes publik që mban mbi supe përgjegjësinë e rëndë për të mirën e përbashkët. Kisha dhe pushteti toksor nuk janë kundërshtar, por janë dy shërbesa që megjithse të ndryshme në natyrë, i shërbejnë të njëjtit popull. Secili prej tyre ka rolin e vet. Shteti është thirrur të ruajë drejtësinë, paqen dhe rendin e shoqërisë, të krijojë kushtet që çdo qytetar të jetojë me dinjitet dhe siguri. Kisha është thirrur të udhëheqë shpirtin drejt së vërtetës, të mbush jetën me kuptim dhe të ushqejë dashurinë që vjen nga Krishti. Kisha nuk kërkon pushtet toksor, sepse fuqia e saj buron nga kryqi i Krishtit dhe nga ungjilli që ringjall zemrat. Nuk kërkon pasuri, sepse thesari i saj është dashuria e Zotit që nuk mbaron kurrë. Ajo është thirrur të dëshmojë të vërtetën, të japë shpresë dhe të kujdeset për shpirtin e njeriu. Dhe kur këto dy forca bashkëpunojnë, populli gjen jo vetëm paqen e jashtme, por edhe qetësinë e brendshme, jo vetëm drejtësinë ligjore, por edhe drejtësinë e ndërgjegjes. Së bashku mund të mbështesim arsimin, duke e pajisur rinin jo vetëm me dije, por edhe me vlera, të kujdesemi për të varfrit dhe të braktisurit, duke qenë pranë atyre që vuajnë, të ngrem ura solidariteti dhe mirëkuptimi midis njerëzve, sepse i njëjti popull që i është besuar kishës, i është besuar dhe shtetit, dhe secili prej nesh sipas dhuratës që ka marrë prej Zotit, është thirrur të shërbejë atij. Le të ecim pra së bashku, kisha dhe pushteti toksor, të bashkuar në dashuri për popullin ton, duke qenë shërbëtor të së mirës, dëshmitar të së vërtetës dhe mbjellës së paqes. Dhe tani dëshiroj të drejtohem miqve, bashkëpunëtorëve dhe të ftuarve të ardhur nga e gjithë Shqipëria, por edhe më tej, nga mitropolit fqinje të kishës së Greqisë, kryepriftërinë të shenjtë, klerik dhe laik të respektuar. Sot zemra ime është mbushur plot me mirënjohje për secilin prej jush, që ka marrë mundimin të udhtoj nga larg për të qenë pranë nesh në këtë ditë historike. Prania juaj nuk është thjesht një gest formal, por një shenjë dashurie, respekti dhe bashkëpjesëmarrjeje shpirtërore.
çdo hap që keni bërë për të ardhur këtu, çdo lodhje udhëtimi, çdo orë e kaluar për të mbërritur në këtë qytet të bekuar, është për mua dhe për këtë mitropoli një dhuratë e çmuar që do të mbetet në kujtesën tonë. Kjo ditë nuk i përket vetëm një personi, as një qyteti apo një kishe vendore. Kjo është një ditë e gëzimit të përbashkët që na bashkon në një trup e në një frym, ashtu siç apostulli na kujton se jemi një trup në Krishtin dhe pse shumë gjymtyr. Prania juaj është një dëshmi e gjallë e unitetit të kishës, e dashurisë që ka përcen kufit gjeografik dhe gjuhësor, dhe e thirrjes së përjetshme që të jemi një zemër e një shpirt në shërbim të Ungjillit. Lutem që gëzimi i kësaj dite të mbetet në zemrat tona dhe të bëhet frymëzim për rrugëtimin tonë të përbashkët drejt dritës së Krishtit, i cili është udha e vërteta dhe jeta. Fort lumturi, vëllezër të shenjtë kur e priftërinj, të nderuar miq e të ftuar, vëllezër dhe motra me Krishtin. Në këtë ditë të shenjtë, zemra ime ngrihet në lutje dhe falënderim, duke kujtuar fjalët e apostullit Pavlit: të gjitha i kam të mundura me anë të Krishtit që më jep forcë. Me këtë besim, ja dorëzoj jetën dhe shërbesën time Zotit dhe lë veten në duart e Tij të shenjta. Ju lutem, mbështeteni me lutjet tuaja këtë shërbim timin të ri, sepse pa lutjet e popullit të Perëndis, çdo peshkop është i dobët. Ju ftoj të gjithëve si një trup i gjallë dhe bashkësi e dashurisë, që së bashku të ecim në këtë udhë të bekuar, të bëhemi një zemër dhe një shpirt në Krishtin, duke e kthyer çdo ditë jetës sonë në një ofertë dashurie, shërbimi dhe falënderimi. Dhe e mbyll me fjalët gjithashtu të apostullit Pavlit: atij që ka fuqi të forcojë, të vetmit Perëndi të urtë, përmes Jesu Krishtit, i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Hiri i Zotit ton Jesu Krisht, dhe dashuria e Perëndisë së Atit, dhe pjesëmarrja e Shpirtit të Shenjtë, qoftë me të gjithë ju. Amin.